Të gjitha projektet do të financohen dhe do të disbursohen fonde sipas parashikimeve dhe planifikimeve. Ministria e Financave është duke zbatuar të gjitha aktet ligjore dhe non-ligjore për të parandaluar krijimin e detyrimeve të reja, duke respektuar marrëveshjet me institucionet ndërkombëtare, por edhe me subjekte që përdorin paratë publike. Por sidomos duke rekomanduar likuidimin e tyre sipas parashikimeve buxhetore. Sipas njoftimit zyrtar të Ministrisë së Financave, krahas shtyries së detyrimeve të prapambetura të krijuara ndaj subjekteve e individëve në periudhën përpara 31 dhjetorit të 2013-s, një vëmendje të veçantë i ka kushtuar edhe monitorimit me qëllim parandalimin e krijimit të detyrimeve të reja. Ky ka qenë edhe një detyrim i cili ndiqet nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Fillimisht në vitin 2014, sondazhi mbi evidentimin e krijimit të detyrimeve të prapambetura ka përfshirë vetëm 5 ministri kryesore dhe kishte një periodicitet 3 mujor, ndërsa në vitin 2015, në dakordsi me Fondin Monetar Ndërkombëtar, sondazhi ushtrini të gjitha ministritë e linjës si dhe drejtorinë e përgjithshme të tatimeve dhe përfshinte një periudhë 4 mujore. Duke referuar raportit të fundit që i përket periudhës janar-gusht 2015. Ministria e Financave nuk mjaftohet vetëm me evidentimin e detyrimeve të reja të lindura, por organizon takime me institucione të cilat raportojnë krijimin e detyrimeve të reja duke rekomanduar mënyra për likuidimin e tyre, si nëpërmjet realokimeve të fondeve apo prioritizimit të shpenzimeve për shtyrjen e detyrimeve deri në fund të vitit korrent. Ministria e Financave dhe institucionet në varësi të saj, duke bashkëpunuar ngushtë me të gjitha ministritë e linjës që përdorin para publike, bën të ditur se është angazhuar për të respektuar detyrimet ligjore sa i përket ekzekutimit të detyrimeve monetare. Në kuadër të strategjisë deri me datë 31 dhjetor 2015, Ministria e Financave ka alokuar në total rreth 18.38 miliard lekë detyrime të prapambetura sipas kategorive. Investimet publike janë alokuar 6.31 miliard lekë. Shpenzime korrente për mallra dhe shërbime janë alokuar rreth 0.96 miliard lekë. Rimbursim të VSH-je, tatim fitimi dhe akcize janë alokuar rreth 5.87 miliard lekë. Të tjera janë alokuar 5.23 miliard lekë, ku përfshihen detyrimet për vendime gjyqësore janë alokuar rreth 3.75 miliard lekë, shpronësimet ku janë alokuar rreth 0.27 miliard lekë dhe emergjencat dhe shpërblime për lindjet ku janë alokuar rreth 1.2 miliard lekë.